Gjesti në një darkë romantike me Eglin, ja si reagoi banorja. Gjesti i ka kërkuar vëllait të madh mundësinë për të pasur një darkë veçmas nga banorët me Eglin. Kjo dëshirë është plotësuar pasi në shtëpi ka mbritur një zarf i bardhë ku shkruan: Gjesti pas kërkesës për një darkë me Eglin, vëllai i madh ju njofton se është momenti të shkoni në suit ku ju pret një darkë. Gjesti i gëzuar i afrohet banores duke i thënë të çohet. Egli nuk reagoi, thjesht u çua dhe ndërroi ambient, duke lënë të nënkuptohet se nuk e dëshiron këtë darkë, megjithse pak çaste më vonë, pas bisedës me Gjestin, ajo pranoi të hajë një darkë me Gjestin për të u sqaruar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.